Ekspozita personale në pikturë thirrja heshtjes së artist Aleksandr Hila është hapur në ambientin e Galerisë Arte në Shkodër, duke sjellë për publikun një përjetim të veçantë estetik dhe shpirtëror. Kjo ekspozitë vjen si një rrëfim i qetë, por i thellë, ku ngjyrat dhe format flasin për të fjalëve. Ekspozita është me një tematik disi të veçantë, e kam titulluar thirrja heshtjes dhe është një përgjigje që natyra në mënyrë të heshtur në jep tanë vere, në përgjaj thirrje, në përgjaj mesazh që duhet me mbrojt si pejzazhin, si natyrën e qetë, si tubin e rrugëve. Me qenë se në ekspozitën teme, 38 punime janë të 3 grupimeve që thash, unë e kam titulluar thirrja heshtjes. Natyra në thret në mënyrë të heshtur për me mbrojt, ekuilibrin, vazhdimësin, ajo ka të vetën. Çdo në hyjme që t'i bëjmë ne, se cilës prej anëve që përmenda, vetëm e prishim. Vetëm prishim ekuilibrat. Dhe kur prishim ekuilibrat, natyra përgjigjet ndryshe. Ekspozita do qëndrojë hapur deri me 4 prill.